Vëllai I njërës prej dënuesve që I hodhën vaj të nxehtë në vesh vjerës së tyre në Peshkopi është ekzekutuar mbrëmjen e sotme. Ngjarja u shënua rreth orës së 20 në fshatin Luznie të Peshkopisë. 37 vjeçari Basri Nikolli ka mbetur I vdekur në vend pasi është qelluar me disa plumba. Basri Nikolli është vëllai I Hikes Skurës, e cila së bashku me kunatën e saj Xhemile Skura ekzekutuan duke I hedhur vaj të nxehtë në vesh dhe më pas groposën në kasollën e baktive vjerrën e tyre. Pikërisht një vit më parë, më 12 shkurt të vitit që shkoi. 37 vjeçari, babai I 3 fëmijëve, mësohet se është ekzekutuar në pragun e banesës së tij në prani dhe të bashkëshortes së tij. Rreth një orë pas vrasjes, policia ka shoqëruar Edmond Skurën, I cili dyshohet si autori I krimit. I dyshuari si autori I krimit është djali I Naimes Skurës, 67 vjeçares që u vran nga nuset e saj dhe motivi I krimit është hakmarrja për të ëmën. Policia ka marrë dëshmitë e familjarëve të viktimës, ndërsa pritet edhe rrëfimi në polici I autorit të krimit. E moshuara Naimes Skura jetonte vetëm me nuset pasi të dy djemtë ishin emigrant në Greqi. Policia e Dibrës zbuloi krimin pas lajmërimit të fqinjëve të cilët prej ditësh nuk e shihnin 67 vjeçaren dhe kishin filluar të ndjenin erën e keqe, pasi kishte filluar të dekompozohej. Më pas, nusja e madhe Xhemile Skura u dorëzua në policinë e Dibrës dhe deklaroi se krimin e ka kryer e vetme.